Lindon Selahi është shpallur kampion e Kroacisë me Rijekën, 26 vjeçari që u kthye në lider të mesfusha skuadrës këtë sezon, ishte pjesë e triumfit historik. Rijeka bëri mrekullin duke surprizuar të gjithë dhe duke shtuar trofeun e dytë kampion në historinë e klubit me pikë të barabarta e mbylli Dinamo e Zagrebit, edhe pse të dyja ekipet bashkë me Hajdukun e Splitit fituan ndeshjet e javës së fundit. Sërish fati buzëqeshi i Rijekës. Fitoria skuadrës ku luan Selahi filloi me golat e Jankovic dhe Fruk. Ky fundit i shënoi Slaven Belupos në një distancë rreth 40 metra, gol që solli të qetësinë. Rijeka e fitoi titullin vetëm për shkak të avantazhit në ndeshjet direkte. Selahi ndërkohë nuk merr ftesë në Silvinho që prej marsit të vitit 2023. Aso kohë qëndronte në stol ndërsa Shqipëria nisi fushatën e kualifikueseve të Europianit me humbje ndaj Polonisë me rezultatin 1-0.